Sot shënohej Dita Botërore e Teatrit, një ditë dedikuar ndaj artit skenik dhe rolit të tij në kulturë dhe shoqëri. I themeluar në 22 qershor të vitit 1950, Teatri Profesionist i Korçës nisi rrugtimin me kontributin e artistëve dhe ardashësve vendas, ndërsa shfaqja e parë ishte drama Përmbysja. Ndër emrat që hodhën themelet e këtij institucioni dhe që lanë gjurmë në historinë e tij, përmenden figura të njohura të skenës shqiptare, si regjizori Sokrat Mio, skenografi Vangjush Mio dhe aktorët Vangjel Grabocka, Dimitër Trajqe, Krisanthi Kotmilo, Aleko Skali, Neta Vodica, Nuçi Shedollari, Qefsere Trako, Neki Zhgaba, Vani Trako dhe Misto Grabocka. Drejtuesit e teatrit ndër vite kanë qenë Dimitër Trajqe, Koço Kondakçi, Vangjo Vangjeli, Kiço Bibolli, Vangjel Grabocka, Nida Shkodrani, Petrajq Zoto, Soti Rajq Qili, Spartak Koroveshi, Petri Kariza, Roland Karanja e Zamira Kita. Sot është 27 mars, dihet që teatri është shpirti i një qyteti, teatri ndikon shumë pozitivisht në jetën e gjithë secilit, ju bëj thirrje të gjithëve të festojnë, gëzojnë, ta kujtojnë më shumë se kurdoherë teatrin në këtë ditë të shënuar për të dhe ta ndjekin teatrin, të mos lënë asnjë shfaqje pa parë, sepse vërtet do të ndjeheni mirë, do të bëheni njerëz më të mirë. Gëzuar festën e teatrit. Kanë qenë të shumtë emrat e njohur që janë ngjitur në skenën e teatrit Anonza Koçajupi e që kanë përcjell emocione tek publiku me lojën e tyre, si Aleko Prodani, Pandira Idi, Stavri Shkurti, Llazi Sërbo, Thimi Filipi, Jani Riza, Dimitër Edhor Korgocka, Valentina Caci e të tjerë, që kanë shkruar historinë e këtij institucioni të rëndësishëm të artit dhe kulturës, që sot mirëpret dhe talentet e reja.